Hej, përshëndetje, jemi këtu nga dita tjetër edhe si që shkoni nga titrat që do kemi një video me make-up me së mbyllur, por, do jetë për 5 minuta. E më duket e kam bërë këtë gjë më përpara, por më duket e kam bërë me make-up me së mbyllur, por pa minutazh. Më duket kështu, nuk e mbaj mirë mend, por më duket kështu e gjë që e kam bërë pa minutazh. Edhe dua ta rikthej sërish, sepse po mendoj që të kthej disa sfida që unë i kam bërë më përpara. Edhe po mendoj domethënë që ti rikthej sërish tani, por tani është ndryshe. Atëherë duket isha me floka çorrela atë ditë, nuk e mbaj mend, sot jam me gërsheta. Edhe jam këtu tek dhoma ime dhe Johnny ting gjëra, sepse po los Matias. Edhe prandaj Johnny disa zhurma në sfond. Unë nuk i kam bërë akoma gati make-upet që ti nxjerr këtu, do me thënë që ti kem gati, por duhet të shtym pak më përpara që ti vendos këtu tek kjo pjesa e komedinës që unë të filloj të bëj make-upin. Duket edhe kjo pasqyra këtu, duket me flokët e mina mbas. Duket mund që sa po jam lart tani, duket që i kam flokët ujë. Jo, nuk duket, prandaj më pëlqejnë kaq shumë gërshetat që edhe kur del nga dushi dukesh e rregulluar, e sistemuar. Ndërsa kur i ke do me thënë flokët e tu, unë do me thënë plas për veten. Je do me thënë si një njeri i lagur, si pule lagur, dukesh shumë tuar, mos të gaboj edhe me termat e fjalëve, por mua ashtu më duket vetë, ose sidomos në plazh, do me thënë, ato topin që ka unë, ose edhe kur i lë kështu lëshuar, bën ato flokët e mia, zoti i madh, por prandaj më pëlqejnë ato flokë gërshetat, por më dhëm shumë koka, edhe nuk po flej një net që të flej qet. Ju thash që i kam për flokët, po i preva, edhe nuk e di sa po dukem edhe aty nga pasqyra tjetër. Prandaj ca kështu fje, shëndet jeta ime. Mua! Shpirti ime të jetës. Edhe i kam prirë. Shko këtu më është shturur, sepse duhet ndjegur, edhe unë nuk i kam ndjegur, i bëra komplet të gjitha këto, por nuk i dojqa. Edhe thash, lëre varja, tani ndodhi qa ndodhi, nuk është se do merrem sërish prap me flokët. Atë këtë fondatinën që ekstra e përdor, kam aty, s'keni iden sa fondatina kam aty, edhe po i nxjerr dhe po i la aty. Atëherë kemi gjelin e vetullave, këto që kthejnë qërpikët, sponxhi që duhet lar, por duhet kemi një të lar. Por ku janë tuaj? Fortune, atëherë unë do bëj një make-up, jo një make-up profesional, do bëj një make-up që paka shumë me bëj për dita. Unë nuk është se lyhem shumë për dita, por për dal lyhem. Contouring, prese mos ngatroj contouring me një gjë tjetër. Nuk dua të përdor rimel, por të duket ai make-upi shumë kot. Ndara fare. Edhe mua sot po më duket shumë e shëmtuar vetja me këtë lloj bluze kështu, sepse i kam bler, edhe është hera e parë që unë e vesh, apo e kam vesh edhe një herë tjetër. Më duket se po e kam vesh edhe një herë tjetër, edhe nuk e di, nuk ndihem unë vetja me këtë lloj kështu bluzesh, edhe nuk e di pse kam marr. Vendosim edhe blushin. Ta lë një furç, apo që dua. Do lë dhe këtë lapsin kaf, sepse unë këtë pëthuesi e përdor për eyeliner, edhe do ta vendos aty që ta kem. Atëherë, kaq mendoj sa më të shumë. Po këto villat e mia nuk e di se që kanë këto këtë e fundit, që nuk e di, janë super skandal.
Atëherë, në duhet të kështu lapë së buzësh. Edhe ky sponxhi që pas ka më këtu është sërisht palar, duhet i laj. Okej, bollu tjetër të make-upet nuk po i gjeni lapë buzësh, kam gjitha ato aty edhe duhet i ndaj, sepse jam bërë një super lëmsh. Të merrem në një ditë me zyrtarin tim që t'i rregulloj dhe duhet të jesh për të këtu zyrtar parë që ti kem për më praktike. Edhe këto flokët e mi që kullojnë, kam ndërruar 1-2 bluze deri tani, sa doj i thitha kështu, i shtrydha mirë me peshqir, por prapë nuk i kën ujë direkt. Kështu edhe ja fillojmë punës apo jo tani. Edhe du të shikoj çfarë më duhet gjë tjetër, gjeli, rimelin. Unë concealer nuk përdor, që kështu unë një thashë do bëj një make-up që unë bëj për dita dhe nuk do bëj një make-up profesional, mund të bëj në një video tjetër, një make-up profesional, edhe atëherë prit. Se unë kam këto që i mbaj aty do me thënë, gjitha këto, edhe më duhet të gjej një laps buzësh. Kam ku gjithë këto lapsa, por dua të që dua unë. Jam shumë e fiksuar. Nice. 311. Hajtë nuk është i duhuri, por e përdorim. Atëherë po mendoj, do më thënë që do bëj edhe ton sysh, mos ta lë kaq bazik make-upin. Atëherë, paletat unë nuk i kam këtu fare. Çfarë kam këtu? Të përdor këto që kam këtu? Apo jo? Kemi këtë nga Chanel. Kem të përdor këtë fare. Okej, do përdor këtë që është vërtet një sfidë. Shiko që ngjyra shka këtu. O, zoti madh. Atëherë kemi atë. Nuk di që të bëj t'i lyfet, jo. Okej, po i lyfetat që të dali një sfidë këtë e bukur, që unë shpreze mos të dalë si një majmun aty. Qa është këtë? Kam një këtu nga She Glam, se di çfarë është. Është gjithë i shërpikve që nuk bën fare. Atëherë këto fondatina nuk do përdor, sepse nuk do përdor për arsye sepse do përdor ato se pushton me ngjyrë. Ç'm duhet tjetër? Forç, po. Më duhet edhe gjeli vetullave, nuk e di se ku e kam vendosur. Se kështu shkur nuk i lë make-upet në një vend, po i hedh ca veca këtej. Nuk e di se pas kam lënë, do më thënë që të lyja dhe vetullat. Nuk e di. Do t'i kisha lyrë edhe vetullat, do më thënë që do dilte një make-up tamam profesional. Atëherë unë nuk do shikoj aty, do shikoj këtu këtë kamera, do shikoni që nuk kam edhe një pasqyrë këtu do me thënë. Edhe normale që do më shikoni sepse do jeme së mbyllur. Wow. Shumë se si do dal, nuk e di, shpresoj të dal mirë. Atëherë po e kthej pak të kamerën më këtej. Edhe do të vi dhe unë pak më kështu që ti kem pak më afër këto. Edhe shpresoj që me këtë paletë mos të dalë si palace, por të bëj diçka të rregullt. Po, imagjino të ngatroj këtë lapsin e syve me të buzëve. Unë duhet një gloss. Harrova glossin më kryesorin. E kam një këtu kamerën, besoj, po, mirë jam. Po, qa stres. Se imagjino unë me këtë make-up do dalë. Edhe
Vërtet që ka një sfidë vërtet. Atëherë do përdor këtë nga Essence. Atëherë unë kam vendosur SPF-n poshtë hidratusin edhe vazhdo me make-upin. Prit se harrova këtë furçën e make-upit. E kam ato të Kikos, po se nga e lash. Nuk e di nga e lash. Nëse nuk ka problem se është një sfidë dhe ditë, edhe do të jetë make-upi për 5 minuta, do të jetë perfekt. Edhe do të thonë do të jetë perfekt, po për 5 minuta unë do të kem mbaruar, do vendos edhe timerin ande nga televizori. Edhe ja fillojmë punas. Nuk e di të me thënë. Primar dhe spongjin. Pri që pas kam fut këto mbrapa paletave. Okej. Po, diçka nuk kam gjerë? Ja, s'kam gjerë, se unë nuk shikoj në asyt. Atëherë fillojmë me sfidën. Fillojmë me BB krimin, do përdor edhe, me qënë se hajt, po e bëj tamam sfidën, do përdor edhe concealer, po i lë këtu, edhe fillojmë me sfidë tani, nuk e di. Që ishte këtu? BB krimin, besoj. Alexa! Meti timer 5 minuti. Më ranjë. Prit se du ta marrë, se tani... Prit se s'ka fillu akoma, do bjeri Alexa edhe unë s'kam fillu akoma. Prit ta marrim ra concealeri. Nuk e di m'bjen gjërat mua këtu, por se më pengon dhe kjo luja. Alexa! Alexa! Nuk do të gjë Alexa. Alexa! Okej, kur të filloj, e di që do jem një minutë me vonesë. Ja fillojmë sfidën! Ua, sa qëtë shutishme duket, dhe me thënë që kjo është këshu me sy mbyllor. Si, nuk e di dhe me thënë. Shumë gjë shpivu. Më mësoni që nuk po shkoj aty, kam syt lartë. Në du 5 minuta vetëm me të hap make-upin. I hapa pak syt, për arsye se pash Matisa dhe i se qëva një bam, edhe prandaj hapa syt. Se qa po bëj një zot e di. Wow. Tani se qa po marrë, se qa po bëj. Ua, nuk po i marrë dot. Qa është kjo? Ua, se qa, ka pa një që këtu tani konturi. Nëzora po se nëzora? E po se nëzora. Ua, nuk orientojsh dot, do me thënë. Hajde, se qaj pas kam nëzirë, nuk e di, do vendos edhe pak këtu të syt. Mbyllim konturin edhe marrim furçën. Qa është kjo? Jo, së është furça, kjo është concealeri. Prit. Concealeri është mos është glossy. Ua, është shumë gjë e çuditshme. Shpresoj mos të jetë glossy. Ua, imagjino të jetë glossy kë. Ua, ha? Ua, të dalë që palazzo. Ua, më ra prap kë spongi. Prit, po e mbaj këtu ndorë. Ua, nuk po orientohem dot, njerëz. Qa është kjo? Furça. Prit, marrë dhe blushin. Shumë gjë çuditshme.
Bëra shumë hundër më duket. Matias, më sutra më shpirtim në shmami jot e të shmëndur. Atëherë kjo besoj dhe e konturit. Më gjëno të kemë ngatruar concealerin me glossin. Dhe të shumë gallat. Se qa po bëj këto, mos më gjykoni. Kërë blashi, besoj këto. Është shumë disi e shumë tuar kjo. Shumë të ta provoni. Të gjitha goca të ta provoni të sfite. Make-up me së mbyllur. Na iku minutazhi dhe unë akoma. Atëherë që ta rregulloj çik mirë unë tani, do përdor sërish spongjin. Mos të më lënë në vinë që unë kështu për 5 minuta nuk lyhem kur jam kështu këtu në shtëpi. Qa ishte kjo tani këtu? Ky është rimeli më duket. Kjo që këtë e një pikët. Po këtë si do ta bëj unë tani? Se di, po i kthej apo jo? Wow, po bie timeri, po këtë si do t'i lju në qërë pikët tani? Por, se unë e fillova më me vënës, prandaj. Atëherë tjetër, çfarë na ka ngel? Qa është kjo? Gjeli vetë ullave. Sa i gjë shpifur kër e prek shumë e dorë. Shpejt, se në vajt jora. Si leva se të qa bëra nuk e di. Atëherë marrin paletën o bobo. Matias. Prita shkoj. Kam edhe buzët edhe mbarova, besoj. Se që kam bërë unë këtu nuk e di. Nuk maj mund të nxora lapsin e buzëve apo jo. Qa është? Ky është lapsi, si tani si da bëj unë këta eyelinerin. Nuk e di se qa po bëje. Presoj t'i ke vendosur të gjitha glosën e po gjej. Qashk. Glosi është. Alexa, ferma ti! Edhe jam gati që të hap syt. Shpresoj. Wow. Nuk e përrisja këta.
Këtë make-up, do me thë ka dalë shumë bukur. Wow! U habita. Shikoni, nuk ka asnjë defekt, vetëm që ka dalë ky pak krimeli këtu. Është që ky eyelineri si por është shumë bukur. Edhe buzët. Shi. Make-up me sy mbyllur. Pritëm s'po marr akoma vetëm nga që isha me sy mbyllur. Edhe si po më duket tani. Wow! Bravo! Matias, shikoni që kësa bukur ka dalë, që ishte me sy mbyllur. Shumë i bukur. Kjo është që këtu. Kjo e eylineri. Kjo është, dhe më thënë, vetëm qik. Shumë pak edhe kjo pjesë e rimelit që bëhet besoj në gjitha goca, do më thënë bëhet edhe kjo konturimi lartë, është që gabim, por prap me sy mbyllur është edhe vetëm do Matias. Hajde shpit. Hajde mere këta. Vetëm që do rregulloj vetëm pak konturin lartë edhe është shumë bukur. Më super pëlqen edhe blushi, edhe konturi, vetëm kjo që villoj që paska ikë që kështu, por mua ashtu më ikin gjithmonë vetullat, si që kam thënë që këto foto fundit villat e mia nuk janë me mirë me njëra tjetrën dhe përshkoj të marra pak Matias dhe po vi sërish. Hello dhe nga Matias! Shë Matias, shikon këto i gjera, doj që ti kapi tani. Ha me mama! Shë sa me kap të bukur bëri mami me sy mbyllur? Ha? E shikon apo jo? Të pëlqen? As intereson fare. Kështu edhe ja u krye me sukses kjo sfida dhe do shihemi sërish nesër. So, bye! Puqe mama, puqe te kamera. Puqe, e kam edhe Lulja.